Nga vizita e kryetarës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, pres që t'i riafirmojmë qëndrimet tona si qëllimi ynë strategjik është antarësimi në BE dhe shpresoj se edhe BE do të na ndihmojë në këtë çështje. Kështu ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski pyetur për vizitën e nesërme të komisionerës evropiane. Mickoski tha se RMV do të jetë këmbëngulëse në ruajtjen e dinjitetit të saj gjatë kësaj rruge. Pres që të reafirmoj qëndrimet tona se qëllimi ynë strategjik mbetet antarësimi i plot në BE në një farë mënyre gjatë 25 viteve të fundit, ka qenë sikur e kemi humbur ngadalë fytyrën tonë, kemi ecur në atë rrugë. Shpresoj se do të ketë rezultate edhe nga BE-ja, në mënyrë që të paktën të harruajmë pak fytyrën tonë para se të hymë, sepse me fytyrën dhe dinitetin e humbur, as atyre nuk do të kryen punë dhe kjo qeveri nuk ka ndërmend të humbas më dinitetin dhe fytyrën e saj. I pyetur lidhur me njoftimet e von der Leyen për hapjen e qendrave të inteligjencës artificiale në RMV dhe Serbi, Mickoski tha se bëhet fjalë për një projekt të iniciuar nga qeveria, përkatësisht Ministria e Transformimit Digjital. Është një projekt që është shtyrë nga qeveria, pra Ministria e Transformimit Digjital, është një gjë shumë e mirë për qytetarët e vendit, sepse për herë të parë do të shfrytëzojmë burimet tona vendase. E bëm këtë me fakultetet e Fejtit dhe Finkit, dhe kjo është diçka për të cilën jam vërtet i emocionuar dhe i lumtur. Bëhet fjalë për kofinancim të përbashkët me vlerë rreth 5 milion euro. Kryetarja e Komisionit Evropian von der Leyen ditën e djeshme nga Tirana ka filluar turneun e saj treditor në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ditën e nesërme ajo do të qëndrojë për vizitë në Shkup. Siç ka njoftuar nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit të saj në Shkup, von der Leyen do të takohet me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, kryeministren Hristijan Mickoski dhe kryeparlamentarin Afrim Gashi.